që e thashon, këto përveç se kanë marrë pjesë votim, kanë fillu mas nej me thonë që okej, është shkelje kushtetuese, nuk e kena di çka kena votu, sipas njoftimit që ka dhënë gjykata kushtetuese, po del që nuk është shkelje kushtetuese ndarja e votimit të nënkretarëve të minoriteteve, edhe realisht po i bjen që politikisht votimi i tyre ka qenë i gabueshëm edhe i kanë humbë kohë Kosovës. Pra juve ju pëlqen kushtetuesja në çet pikën këto tjera tjera? Mu pëlqen kushtetuta, jo kushtetuesja. Kushtetuesja interpreton. Mu pëlqen kushtetuta e Kosovës, edhe normalisht sepse kushtetuesja i ndalën më bashku në Shqipëni, na ndalën më bashku në Shqipëni që shtetit Kosovës. Po normalisht e di që si kushtetut ka plot koncesione që janë bë ndaj komunitetit serb edhe ndaj bashkisë ndërkombëtare. Mos janë problema ato, sepse e hekim pikën në këto në Morinë e qesim mërtarë dhe bashkuemi. Po du me hinë në ato tema, se besoj që janë teme debatet, por realisht, dhe më thonë, për mu, po e përsërisht, është qetësuese se si partit, PDK, LDK, AK, Nisma, nuk guxojnë politikisht me dalë kundër listës serbe. Edhe kjo për mu, përsërisht, është kogja rëndësishme edhe kogja shqetësuese.